A e dini se një nga rastet më të hershme të diplomacisë besohet të jetë kryer në këtë pjesë të botës? Po flasim rreth vitit 2850 para erës tonë, kur qytet-shtetet e Mesopotamisë shkruanin traktate dhe bënin marrëveshje paqeje në pllaka balte. Dhe kjo nuk është larg nga vendi ku ne ndodhemi, pikërisht këtu në jug të Tyrkisë, në forumin e diplomacisë në Antalya 2025. Sot, mira vite më vonë, diplomacia mbetet ende mënyra më e mirë për të zgjidhur konfliktet globale, thjesht pa pllaka privalte. Nga data 11 deri më 13 prill, në qytetin bregdetar dhe piktores të Antalyas në Tyrke, zhvillohet edicioni i 4 i forumit të diplomacisë në Antalya, nën patronazhin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe i organizuar nga ministri i jashtëm i Türkiye's Hakan Fidan. İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz. Orta Doğu'da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü temelinde mümkündür. Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanların da yer aldığı geniş Karadeniz ve Akdeniz havzaları ile Afrika'da çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması bizim için temel ve vazgeçilmez öncelik haline gelmiştir. Përfaqësues nga më shumë se 100 vende, përfshirë lider, ministra, diplomat, ekspert dhe opinionist, jam mbledhur këtu për një arsye të vetme. Për ta bërë diplomacinë sërish tërheqëse, ose nëse jo tërheqëse, atëherë të domosdoshme. I was very pleased to see the high quality of discussions and presentation. Coming from Norway, we have a strong engagement in peace and conflict resolution, and the Antalya Diplomacy Forum is a very important platform for discussing these issues. This is a good initiative for Turkey. I come from Paris. I was formerly head of Foresight and Futures Literacy at UNESCO, and I'm here to talk. Por çfarë ka në agjendë këtë vit? Tema është rikthimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar. Sepse le ta themi shkoqur, sot bota duket si një grup WhatsApp-i pas një debati politik. Polarizmi po rritet, pabarazia globale po thellohet, civilët po përballen gjithnjë më shumë me dhunë, ndërsa besimi në institucionet ndërkombëtare jo në formën më të mirë të mundshme. Teknologjia po zhvillohet më shpejt se sa arrim ta menaxhojmë. Kriza klimatike po përshpejtohet dhe toleranca ndaj mendimeve të ndryshme edhe ajo po bie. Por në vend që të ngrim duart lart, ADF 2025 i bashkon njerëzit për të folur, dëgjuar dhe ndoshta pse jo, edhe për të rënë dakord se si diplomacia mund të na ndihmojë të rilidhemi me njëri tjetrin dhe të vendosim stabilitet në mbar planetin. Sepse në një botë që po shpërbëhet gjithnjë më shumë, diplomacia mbetet mënyra më e mirë për të shmangur dhe zgjidhur konfliktet globale dhe rajonale.